që duhet në veprat tona, në synimet tona, në objektivat tona, jo thjesht të marrim masa, jemi të obliguar të marrim masa, t'i bëjmë sebebet dhe shkaqet, por në fillim dhe në fund dhe gjatë gjithë procesit të kryerjes së këtyre masave, t'i mbështetemi Allahut subhanahu wa taala. Sa gjëra kemi parë në historinë islame, të cilat kanë qenë të parealizueshme, por ja që Allahu subhanahu wa taala i bëri të realizueshme. Dhe Allahu xhalla xhelal në Kur'anin e tij famlar thot: "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah." Sa prej grupeve të vogla kanë mposhtur grupe të mëdha me shpresën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse do të shohim përballjet e dërguarit të Zotit alayhi salatu wassalam, por dhe pas tij, do të vrejmë se në shumtën e rasteve muslimanët kanë qenë pakic. Kush e bëri të mundur triumfin e tyre, ai ishte thjesht përpjekje, normalisht që kishte shumë faktorë të tjerë, por ishte faktori kryesor mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala. Të dish se për çfarë ti po lufton, të dish se për çfarë ti po qëndron. Përpjekja e parë kjo. Ndaj nëse nisim që me betejën e Bedrit, muslimanët janë pakic. Jo, muslimanët janë tre fishi i tyre. Uhudi, e njëjta gjë, njëjta marrëdhënie. Hendeku, e njëjta marrëdhënie. Me Jermuk, me të tjera, 1/70 raporti, e njëjta marrëdhënie. Në çastin kur muslimanët, pra për një fragment, për një çast të vetëm, e humbën të ruan, idh a'jabatkum kathratukum në Hunain, kur Allahu subhanahu wa taala i përshkruan, kur ju mahniti numri i shumët, sepse ishin në një ushtri goxha të madhe. Pra me pak fjalë pan atë triumfin ose suksesin e tyre e pan tek kush, tek numri. E kthyen tek numri. Në moment Allahu subhanahu wa taala tregoi madhështinë e tij. Pra që besimtari duhet jetojë vazhdimisht i mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka gjë të pamundur për Allahun. Nuk ka sprovë që të godet dhe të jetë e pakalueshme kur ti i mbështetesh Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka objektiv të parealizueshëm kur ti i mbështetesh Allahut dhe je i sinqert me Zotin e gjithësisë.